Ka qenë një punë e Sikundërisht e premtuar, këtë të njëjtën u realizua fluturimi I parë test në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Ulja e avionit ishte edhe një certifikim I pistës së aeroportit, ndërkohë që po vijohet me certifikimin e komponentëve të tjerë. Kreu I qeverisë e konsideroi këtë projekt shumë sfidues. Fton të shohësh pak më larg se si I gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot. Të njëjtin qëndrim ndau dhe Bexhet Pacolli, I cili përfaqëson dhe kompaninë që po zbaton punimet e këtij aeroporti. Ky aeroport ka tërheq vëmendjen time dhe pothuajse kom shku flaj dhe jam zgju me këtë aeroport. E di se kom marrë kritika, ndoshta për shtyrjen e afateve, edhe pse jemi në kuadër afateve kontraktuale, por sidoqoftë ky aeroport do të jetë aeroport shumë funksional. Investimi mbi këtë projekt ka tejkaluar parashikimet fillestare. Flitej për një investim rreth 104 milion euro dhe për një terminal prej 5.000 metra katror. Sot që flasim nga deklaratat e konsorciumit, bëhet fjalë për një investim deri tani 140 milion euro dhe terminali është 17.000 metra katror. Ndërkohë lidhur me kritikat për aeroportin e Kukësit, I cili ende nuk ka fluturime, Rama njoftoi kompaninë që do të fluturojë, e cila do të jetë shqiptare. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare. Këta 2 avion do jenë dy avionët e krenarisë sonë të përbashkët. Aeroporti I Vlorës pritet të hapet brenda vitit dhe do të jetë për fluturime transoqeanike.